Mirë se erdhe në Golden Truth Tarot. Uroj që kjo video të gjej sa më mirë. Gëzuar vitin e ri 2026, të uroj shëndet, fat, para dhe dashuri për ty dhe për familjen tënde. Dhe nëse vjen për herë të parë në kanalin tim dhe nuk je abonuar akoma, të lutem kliko tek butoni subscribe, abonohu, më ndihmon vërtet shumë që të vazhdoj të përgatis këto video për ty. Dhe tani do të filloj me parashikimin vjetor për shenjën tënde për peshoren. Peshore 2026 do të filloj me emocionet forta, do të filloj me intensitet, do të filloj me lajme të mira, me zjarr. Shikoj që ti do të nisësh diçka, e ke planifikuar dhe do të fillosh një gjë që ti e do shumë, e ke me shumë pasion. Mund të jetë vendimi për të hapur një biznes tëndin. Mund të jetë vendimi për të filluar një projekt të ri. Mund të jetë diçka që ka të bëjë me anën emocionale, ndjenjat. Shikoj një person, një njohje shumë interesante, po do të jetë një shkëndije veçantë. Në momentin që do ta shikosh të person, menjëherë do të bëj për vete, për bukurinë që ka, për sjelljen që ka, është kimia do të jetë shumë e fortë mes teje dhe këtij personi. Nëse je në një marrëdhënie, në martesë ose në marrëdhënie të konsoliduar, flirti me këtë person, edhe pse ti mund ta dish që ndoshta nuk është gjëja e duhur, që është gabim, që nuk duhet të tradhtosh apo të përfshihesh, tërheqja do të jetë kaq e fortë sa nuk do ta evitosh dot këtë flirt apo këtë romancë me këtë person. Por përveç kësaj shikoj një intensitet të madh thash që lidhet me një projekt, me një fillim, me një fillim që mund të jetë shumë i mbar, shumë i mirë, varet se sa do të punosh ti vetë përgjatë vitit, se sa do t'japësh nga ana jote. Ideja që ke, mendimi që ke për biznesin është shumë ide e mirë. Është një ide që mund të zhvillohet edhe të jetë shumë fitimprurse, kërkon punë. Në janar të shikojnë hapat e parë fare, kur ti sapo ke filluar ti bësh gjërat, kështu që ke akoma shumë, është një rrugë e gjatë, ka akoma shumë punë. E rëndësishme është që të mos dekurajohesh edhe mos të dorëzohesh gjatë rrugës, se ndonjëherë mund ta fillosh diçka me shumë vrull edhe pastaj të bie energjia. Jep nga ana jote, shikoj edhe anën praktike, nuk mjafton vetëm fakti që ti e do, e pëlqen diçka, po është diçka që mund ta mbash në një afat të gjatë. Pra shikoj edhe komponentët e tjerë. Edhe fizikisht të shikoj shumë mirë. Pra në formë mund të jetë një periudhë në janar ku ti do shohësh rezultate, sidomos nëse je marrë me palestër apo me aktivitet fizik apo ke mbajtur një regjim dietë, diçka ushqimore për një kohë të caktuar, në janar do të shohësh ato rezultatet fantastike që ti do për veten tënde, dhe kjo do të sjellë edhe shumë konfidencë, me shëndet do të jesh shumë mirë, do të jesh në formë, do të kesh energji, do të kesh vitalitet, do duash të dalësh, të argëtohesh, të jesh në kontakt me njerëz, të kesh një jetë aktive, një jetë sociale. Prandaj janari është një muaj shumë i mirë, një muaj i favorshëm për ty. Kurse në shkurt, shikoj që do të kesh shumë ide, shumë mendime në shkurt, shumë gjëra. Mund të jetë pak pasoja e ngjarjeve të janarit, ku nëse je përfshirë në diçka që ti e konsideron që është gabim, që nuk duhet ishe përfshirë, kjo do të bëj pastaj, do t'jetë ajo pjesa e ndërgjegjes, pjesa e fajt, që do të mundoj disi në shkurt pse e bëra, pse u përfshiva, nuk ja vlen. Shumë gjëra që brenda teje nuk do të lënë të qetë, mund të kesh edhe probleme me pagjumsinë, mund të kesh edhe momente ku ndjesh më e mërzitur apo e tërhequr, më e mbyllur ose e mbyllur në veten tënde. Po përveç kësaj, katra shpatave në shkurt më tregojnë që do të jetë një muaj që do të ketë stres, dhe këtë stres mund ta kesh për anën logjike të realizimit të biznesit apo të këtij projekti që ti ke, të kësaj iniciative që ti do të marrësh. Sepse është tjetër gjë ta duash diçka, ta kesh ti fantazi, si ide tënde, dhe ana praktike. Çfarë dokumentash të duhen, çfarë pjesa e
çfarë të duhet si investim fillestar, shuma, ana praktike, janë shumë elementë të tjerë që ndoshta ti nuk e ke ditur se sa të komplikuara mund të jenë gjërat, se sa procedura kanë, se sa shkresa, se sa dokumenta duhen, që gjithçka të jetë e rregullt nga ana ligjore. Do të të mundojnë çështje të tilla në shkurt, çështje që lidhen me dokumenta, çështje që lidhen me kontrata, çështje që lidhen me marrëveshje, çështje ligjore. Aty është fokusi shumë, por përveç kësaj edhe në bisedë me të tjerët, në shumë gjëra do të kujtohen fjalët e njerëzve të tjerë, këshillat, rekomandimet. Ky person më tha këtë, ky personi tjetër më tha këtë gjë, po ndoshta mund ta kisha bërë në këtë formë, mund ta kisha menaxhuar ndryshe. Pra kujdesu për veten, merri gjërat me durim, sepse energjia e zjarit, siç të thash në janar, ndonjëherë fillon me një furi të madhe, me shumë intensitet dhe pastaj lodhesh përgjatë rrugës. Çfarëdo që ti do të nisësh do të ketë rezultate pozitive. Do të jetë diçka që është me vlerë, është fitim pruruese, sidomos nëse fokusi është tek pjesa e punës, tek karriera, tek ana materiale, ana financiare, do jetë shumë pozitive. Për sa i përket pastaj pjesës së dashurisë dhe të romancës, ajo është një zgjedhje individuale për çdo që do të përfshihet apo jo, varet, po energjia është e tillë. Kurse në Mars shikoj që pjesa e anës tënde profesionale dhe para do të jenë shumë mirë. Do të marrësh kthimin e një investimi që mund ta kesh bërë kohë më përpara, po tani do fillosh të shikosh prurjet, të mbledhësh para të cilat ti i ke kthyer në forma nga më të ndryshmet. Mund të jetë pjesa e biznesit të filluar në janar, që kalon ajo pjesa e parë, ato 2 muajt e vështirë, dhe deri në mars ti fillon edhe shikon fitimet, fillon edhe shikon klientel, po përveç kësaj mund të jenë edhe të ardhurat të tjera që vinë në formë nga bizneset të tjera apo nga investimet të tjera. Çfarëdo qoftë për ty në mënyrë specifike kjo situatë, unë shikoj që ke punuar shumë peshore, ke punuar shumë, ke investuar me zgjuarsi, me mençuri dhe ke një jetë të kënaqshme, ke një jetë mirë, jeton rahat, nuk të mungon nga ana financiare, nuk të mungon asgjë dhe shumica e gjërave që ti ke bërë janë pasojë, është rezultati i punës tënde, nuk ti ka dhënë dikush, nuk të ka ardhur e trashëguar nga familja, nuk të ka ardhur nga persona të tjerë, përkundrazi është diçka që ti e ke bërë vetë, dhe ti mund të jesh personi i parë në familjen tënde që po krijon atë linjën e trashëgimisë. Ndoshta nuk ke pasur diçka nga prindrit e tu, po ti do të kesh mundësi që të lësh pasuri për fëmijët e tu ose për brezat e ardhshëm. Për disa, jo për të gjithë, për disa shikoj një sakrificë tek pjesa e raportit sentimental, tek pjesa e dashurisë apo tek pjesa e romancës, për t'ju përkushtuar pikërisht anës financiare, suksesit në karrierë, anës profesionale. Nëse ti vetë ke vendosur që mos ta bësh prioritet pikërisht dashurinë, që të kesh lidhje njohje, por gjëja kryesore për ty ka qenë që të jesh një person i plotësuar dhe me liri financiare, me të mira materiale. Nëse kjo ka qenë si synim për ty, deri në mars shikoj që do ta kesh arritur. Do shikosh rreth teje dhe do ndjesh një lloj krenarie, do thuash këtë makinë kam bler vet, këtë shtëpi po e paguaj vet, këtë gjë po e bëj vet. Dhe të gjitha këto do të krijojnë një sens stabiliteti dhe sigurie në veten tënde që është shumë i rëndësishëm. Kurse muaji prill do të jetë një muaj me një energji dhe me një fokus më shumë tek pjesa e dashurisë dhe tek pjesa e romancës. Kjo do të ndodh për shkak se ana financiare thash je mirë, ke arritur një status, ke kënaqësi, ndihesh okay, dhe do ta kthesh vëmendjen tek çfarë është më e rëndësishme.
Nëse do të vazhdoj raporti i janarit, i njohjes në janar, deri në prill, ky raport do të jetë thelluar më shumë. Do ta keni njohur njëri tjetrin, do të jetë zhvilluar në një raport më me shumë mirë kuptim, më dashuri, përveç pjesës së atraksionit fizik, një lidhje më e fortë, më intensive nga ana emocionale. Nëse ti je në një raport në çift dhe ka ndodhur pjesa e flirtit, do të ndodh pjesa e flirtit në janar, do ta kthesh fokusin tek partneri ose partnerja jote peshore. Do të kuptosh që dashurinë e vërtet ti e ke ndërtuar, dashuria e vërtet është personi që ke në krah, edhe ke pasur në krah për vite me radhë. Ky person tjetër, pjesa e flirtit, e romancës, ishte diçka e vogël, ishte diçka e shkurtër, diçka kalimtare, por ai person që ka vërtet rëndësi për ty dhe aty ku është zemra jote dhe ku janë ndjenjat e tua, është pikërisht tek personi që ke një raport të gjatë. Por shikoj që jo vetëm pjesa e dashurisë dhe romancës, po ke njerëz që i ke rreth teje që dihesh shumë mirë, mund të kesh një shoqe të ngushtë, një shok të ngushtë që e ke shumë të afërt, që mbështetesh dhe e ke për çdo gjë, e ke pranë. Shpirti binjak edhe ajo që thuhet anglisht soulmate mund të jenë persona edhe të familjes, njerëz të cilët kuptohesh shumë mirë, njerëz që e kalon, është një lidhje shumë e fortë përtej asaj që mund të jesh motër ose vlla ose dy motra ose dy vëllezër, e ndjen një lidhje shpirtërore që thua ky person bën për mua, ky person është gjithmonë aty për mua në një nivel më shumë se ç'mund të jenë të lidhur njerëz të tjerë me familjarët e tyre apo edhe me një person në shoqëri. Shikoj dikë, një person i veçantë që është në jetën tënde në prill, që do të kesh një mirënjohje të madhe, do thuash sa mirë që e kam, sa me fat jam dhe sa mirë që e kam këtë person në jetën time. Tani le të kalojmë tek muaji maj, sepse maji do të sjellë një vëmendje dhe një fokus sërish tek çështjet ligjore, tek pjesa e dokumentave. Nëse i ke nisur, ke filluar në shkurt, është kjo pjesa që të thash, ke atë stresin, ke atë ngarkesën, a do bëhet, si do shkoj, deri në periudhën e majit, çështje që janë të rëndësishme për ty nga ana ligjore do zgjidhen në favorin tënd. Dhe përveç kësaj ti do ndjesh një lloj drejtësie, do ndjesh një lloj vlerësimi, një lloj respekti në raporte pune, në bashkëpunime, në çështjet nga më të ndryshme. Do të duket sikur gjërat janë të drejta rreth teje, që askush nuk përfiton nga ty, askush nuk merr hakun tënd, askush nuk përpiqet që të manipulojë apo të gënjejë. Gjithçka është e qetë, është neutrale, ke raporte që janë me përfitim të dy anshëm, edhe në punë fiton ti, fiton edhe personi tjetër që punon me ty, edhe në raport në çift, do të ndjesh që gjërat janë shumë të ekuilibruara, që e kuptoni dhe respektoni njëri tjetrin më shumë. Ndonjëherë situata të tilla, flirte jashtë martese apo jashtë një lidhje, flirte, ngacmime, situata të kësaj natyre, të bëjnë edhe që të rivlerësosh, të japësh më shumë rëndësi personit, partnerit ose partneres që ke në krah, sepse e kupton që nuk ka më mirë jashtë, personin më të mirë ti e ke pranë vetes tënde. Do jetë një situatë e tillë, por një situatë e drejtë, pra gjithçka rreth teje është ashtu siç duhet të jetë, dhe ti je mirë me këtë pjesë. Kujdes pak me shpenzimet në muajin qershor, sepse mund ta kalosh pak cakun me harxhimet, me daljet, me gjërat që ti do të bësh, ke atë tendencën ndonjëherë edhe për t'u dukur, atë tendencën për të marrë vëmendje, atë tendencën për treguar që ti je mirë, që gjendja ekonomike e jotja është e lartë dhe je një person i kompletuar, dhe do shpenzosh në qershor. Shikoj edhe një disbalancë edhe ndërmjet punës me
kohën që ti me kohën e lirë që ke. Varet se në çfarë ane shkon disbalanca. Nëse je një peshore që punon shumë, ke biznesin tënd, mund të shikosh që gjatë qershorit ke punë, ke orë shumë të zgjatura, të duket sikur nuk ke jetë private fare, vetëm punon gjatë gjithë kohës je në punë, ke angazhim. Nëse je peshore që je punësuar, mund të vendosësh të marrësh shumë një kohë leje 2 javë, 3 javë, të shkëputesh për një kohë goxha të gjatë nga puna, dhe jo të gjitha ato orë që ti do të marrësh pushim ose ato ditë që do marrësh pushim do të paguen dhe do thuash kam kohë të lirë, por nuk kam para. Kam para, por nuk kam kohë të lirë. Do të kthehesh në këtë dilemën në qershor si t'ja bëj që edhe ta shijoj jetën, por edhe të fitoj mjaftueshëm. Kurse në muajin korik, koriku do t'jetë një muaj në lëvizje, një muaj që shikoj udhëtime të planifikuara, një muaj në vende të ngrohta, në vende tropikale, një muaj në qetësi, një muaj që do të dalësh, do ta shijosh jetën, do të argëtohesh, do të kalosh diçka të bukur, do një aventurë, do adrenalin, do diçka interesante, do të provosh një eksperiencë të re, do të jetë një muaj me shumë pasion koriku, një muaj shpërthyes deri diku, me shumë energji, shumë i mirë për jetën sociale, për njohje, për të dalur, për romanca, flirte, njohje, të gjitha këto janë të favorizuara në korik. Vetëm shikoj një situatë ku mund t'ju ndodh një shqetësim nga ana shëndetësore. Mund t'jetë ose sëmureni, ju ndodh që, po ju jap një shembull, sepse ky është një lexim i përgjithshëm, po mund të ndodh që konsumon alkool më shumë se ç'duhet, të ndodh një helmim nga alkooli i tepërt, apo të ndodh që konsumon diçka është e prishur edhe mund të sëmuresh, apo të ndodh një aksident në kohën që je me pushime, diçka do të ndodh në diku mes fundit të korikut dhe fillimit të gushtit, që ka të bëj pikërisht me një pakënaqësi, me një sëmundje, me një shqetësim që ndodh në kohën që ti je në udhëtim. Prandaj shijojeni, argëtohuni, mendoni për pjesën e aventurës edhe të adrenalinës, po gjithmonë me një limit, pa rrezikuar jetën, sportet ekstreme, gjithçka siguroni që t'jeni të kujdesshëm për veten tuaj, për mirëqenie. Nuk shikoj një fatalitet, për disa peshore mund t'jetë diçka pak më e madhe, një shqetësim nga ana shëndetësore, një shqetësim pak më i madh, diçka më serioze, se kemi të bëjmë me energjinë e dietës. Për peshoret e tjera do jetë diçka më e vogël, do ta kalojnë më lehtë, sido që t'jetë, siguroni që mos t'i kaloni ato limitet tuaja, ta dëgjoni trupin, t'jeni të vëmendshëm kur e shikon që je okay, që je mirë, po konsumove më shumë alkool ose diçka tjetër e kalon atë dhe mund të ndihesh jo mirë, të sëmuresh, më mirë ndalo se sa kalimi i limiteve gjithmonë nuk sjell pasoja të mira. Për fat, në gusht me datë 6 kemi Afroditën, planetin e dashurisë, të së bukurës, të romancës, po ashtu edhe të parave dhe të mirëqenies që futet në shenjën tënde në peshore nga data 6. Afrodita këtu të bën që gjërat i kalosh më lehtë, shqetësimet, lodhje, kur s'ndihesh mirë, e kalon shumë herë më lehtë. Përveç kësaj, pastaj të ndihmon edhe tek pjesa e të pasurit, më shumë klient, të kesh më shumë para, të marrësh më shumë vëmendje në dashuri, të lakmohesh më shumë, të jep një shkëlqim, të bën të ndihesh më mirë. Është një energji shumë pozitive. Vetëm pak një periudhë është vështirë gushti, pastaj do e kaloni, po do t'ju shërbej si një mësim i mirë, se çfarëdo që do të ndodh në këto pushime, do thuash
Këtë gjë unë nuk e bëj më kur në jetën time. Do të jetë një gjë përfundimtare, do të jetë një gjë e tillë, një gjë ekstreme që do të mbetet në memorie si një traumë, si një gjë e vështirë dhe do thuash unë nuk kthehem më në atë vend, ose unë nuk e bëj më atë gjë, ose unë nuk e konsumoj më atë ushqim, ose unë nuk pi më shumë se 3 gota ose 2 gota, mbarë sa e keni limitin, pra do të keni disa gjëra shumë të qarta që një mësim me vlerë që do t'ju mbetet gjatë muajit gusht. Kurse në muajin shtator, do të filloj shtatori me datë 10 me Mërkurin në shenjën tuaj. Futet në peshore Mërkuri dhe duke qenë se është planeti i komunikimit, duke qenë se është planeti që lidhet edhe me mënyrën se si ne mendojmë, se si artikulojmë fjalët, se si e përpunojmë informacionin, do t'ju bëj që t'jeni shumë më të shkathët, shumë më të vëmendshëm, do t'ju bëj që t'jeni shumë më diplomatik, shumë më të kujdesshëm në raport me të tjerët, se si flisni me të tjerët, se si zgjidhni konfliktet, sa të dëgjuar, sa të kujdesshëm jeni në raport me të tjerët, sepse shikoj në shtator një pjekuri të madhe emocionale, gjëra për të cilat mund të keni shpërthyer më përpara peshore. Nëse ti ke pasur situata kur ke reaguar me impulsivitet, ke thënë fjalën e fundit, ke menduar vetëm për interesat e tua, ke pasur e ke thënë gjithçka me inat, me forcë, ke pasur atë kokëforcësinë që të dalet drejta jote, do ndryshoj kjo gjë. Do ndryshoj sepse të shoh me më shumë pjekuri, më shumë mençuri, duke dëgjuar anën tjetër, çfarë mendon personi tjetër, çfarë ndjen, si mund ta zgjidhim, si mund të arrijm një marrëveshje të dyanshme, sidomos nëse keni të bëni me dikë që ka energji të fortë uji, shenjën ascendente ose shenjën e diellit në gafore, në akrep ose në peshk. Ky është një person që ka vetë shumë ndjeshmëri, do të mësosh shumë nga ky individ, po edhe ti vetë ke ndryshuar, eksperiencat e 2026-s do të ndryshojnë, do të të bëjnë të mendosh gjërat më thellë, të mendosh për pasojat e anës emocionale, të ngjarjeve, të gjithçkaje. Dhe shikoj që do të marrësh përsipër të ndihmosh dikë, një njeri që ka një problem që lidhet me një varësi, me një adiksion. Do ta marrësh ti përsipër, do thuash dua ta ndihmoj këtë person, dua t'i jap zgjidhje, dua t'i qëndroj pranë. Do bësh të pamundurën për ta orientuar. Ki parasysh peshore që nga data 23 shtator futemi në shenjën dhe në sezonin tënd, në sezonin e peshores, dielli futet në shenjën tënde, kemi dhe ekuinoksin e vjeshtës, fillimin e vjeshtës, është një datë shumë e rëndësishme për ty. Prandaj kjo është koha më e mirë për të trajtuar çështje që janë esenciale, çështje që janë me një rëndësi dhe të vështira, janë veçanta për ty. Nëse ke menduar kur ta bëj një gjë gjatë vitit, kur është koha më e mirë, ki parasysh është gjithmonë sezoni yt. Kur je në sezonin tënd, në sezonin e peshores, atëherë është koha për të pasur biseda të vështira, për të ndihmuar dikë, për të investuar, për të bërë blerje të rëndësishme, për të krijuar marrëveshje, kontrata, për të marrë kredi, për çfarë do lloj gjëje që është me një rëndësi të veçantë, duhet zgjidhur gjatë periudhës së sezonit tënd. Ta them këtë sepse në tetor shikoj një situatë toksike, si shikoj një situatë negative, shikoj një situatë ku do të mundohesh të ndihmosh dikë për të hequr dorë nga një vezë, nga një problem që ka, po përveç kësaj do të kuptosh shumë gjëra edhe për veten tënde që lidhen me egon tënde. Dhe do të kuptosh që shumë nga zgjedhjet e tua që mund të rezultojnë si zgjedhje toksike apo si zgjedhje jo të shëndetshme, janë zgjedhje që ti ke bërë më përpara bazuar tek ajo pjesa e egos, dëshira për të dukur, dëshira për
të ndikuar tek të tjerët, për të marrë një përgjigje nga të tjerët, për të marrë një reagim nga të tjerët, jo se ke dashur vërtet, jo se ka qenë gjëja më e mirë për ty, jo se ka qenë zgjidhja dhe opsioni më i mirë për ty. Duke reflektuar në këtë gjë, ti do të kesh mundësi që ta ndalosh atë lloj sjellje në të ardhmen, që në të ardhmen vendimet i marrësh jo bazuar tek egoja, por bazuar tek zemra, tek ndjesitë tua dhe çfarë ti ndjen që është më e mira, jo vetëm për veten tënde, por edhe për njerëzit që janë shumë të rëndësishëm për ty, siç mund të jenë fëmijët ose familjarë të tjerë, persona të tjerë në familje. Se ndonjëherë ke tendencën, duke qenë peshore, duke qenë si e shenjë kardinale, ke tendencën që vetëm ecën përpara, do bëj këtë, me nxitim, gjithçka, dhe nuk merr kohën të kthesh kokën pas, të shikosh prit se kush po e vuan këtë proces, këtë rrugë tënden, kë po merr zvarr, se ndoshta jo të gjithë duan të vinë dhe duan të japin të njëjtën volum, të njëjtën ritëm si ty. Gjithmonë çdo vendim shikoj edhe njerëzit e familjes, si e përjetojnë, çfarë impakti ka tek ata, si mundet që ai vendimi yt të jetë më i mirë dhe më neutral dhe të jetë sa më pozitiv për të gjithë, jo vetëm për veten tënde. Kjo është energjia e muajit tetor. Kurse në nëntor shikoj që gjërat do të jenë interesante, sepse shikoj biseda, shumë komunikim në nëntor, komunikim online, komunikim me persona të ndryshëm, shikoj lëvizje të vazhdueshme, mund të udhëtosh, po mbi të gjitha janë biseda, korrespondencë, biseda non-stop, sidomos çështje që lidhen me pjesën e romancës, flirte, njohje, ngacmime, biseda të ndryshme. Kryesisht këtë si energji e shikoj për ata që janë single, për peshorët që nuk janë në një lidhje, si u shikoj shumë të lirë. Nëse ti e gjen veten te ky lexim dhe je në një raport të konsoliduar, disa gjëra duhet të ndryshojnë, sepse është një sjellje prej dikujt që është i lirë, është një person që nuk kufizohet. Çfarë ndjen, çfarë do të flasësh me dikë fle, do t'i bësh like dikujt bën, do të bësh një koment dikujt e bën, pra është një energji shumë e shpërndarë tek ty, sidomos në nëntor, fokus, pak edhe e gjitha është sipërfaqësore. Pak shikoj që gjërat mund të bëhen intensive, emocionale në periudhën e prillit, po deri në nëntor kthehesh në atë ta jetoj jetën çdo ditë sikur të ishte dita e fundit, ta shijoj jetën, të dalë, të argëtohen, sot flas me këtë person, nesër mund të flas me dikë tjetër, nesër mund të flas me dikë tjetër, po nëntori për disa peshore lidhet edhe me rikthime, me persona që vinë nga larg, sidomos nëse ke familjar që jetojnë jashtë edhe larg nga vendi ku ti jeton, do të kesh shumë persona që kthehen dhe të takojnë dhe mund të kesh periudha të ndryshme ku bën pushime apo shpenzon kohë me anëtar të familjes, me njerëz të njohur, mund të jenë njerëz të shoqërisë, mund të jenë kushërin, familjar që dilni, argëtoheni, po të shoh shpesh në aeroport, shikoj një energji që lidhet pra me fluturimet me aeroport, ose ti vetë udhton, ose vinë njerëz të takojnë dhe je ti vazhdimisht që shkon, i merr, i sjell, del, ke një periudhë shumë aktive, shumë në lëvizje. Kjo është energjia e nëntorit. Kurse në muajin dhjetor shikoj një sukses, shikoj një dëshirë që bëhet realitet për ty. Po shikoj gjithashtu peshore një optimizëm për të ardhmen, shpresa, ëndra, plane për të ardhmen, për 2027, shikoj një motivim, shikoj një gjendje ku ndihesh mirë, ke krijuar një komunitet tëndin, ke punën, ke shoqërinë, ke njerëzit që të rrethojnë, ke një kënaqësi, ndihesh nga ana shpirtërore
ndihesh mirë, ndihesh qetë. Energjia e yllit është një energji që lidhet edhe me famën. Për disa peshore mund të arrijnë famë në muajin dhjetor, një famë që vjen në një formë të papritur, sidomos nëse je online. Mund të bësh një video që bëhet virale, që mund ta fillosh shumë thjesht edhe bëhet virale dhe ti merr shumë vëmendje, merr shumë sukses. Kjo është energjia e yllit, por përveç kësaj, pjesa e të ardhmes tënde është mjaft premtuese, mjaft premtuese. E ke kuptuar që përgjatë këtij viti ke kuptuar se po të fokusohesh, po të mendosh se mund ta bësh diçka, çdo gjë është e mundur. Ky do të jetë mësimi për ty për 2026-ën. Eksperienca që 2026-a do të t'japë, që ti vetëm provo, vetëm e ke si ide, nise diçka, se asgjë nuk është e pamundur. Limitet i vendos vetëm ti për jetën tënde dhe për gjërat e tua. Qielli është limiti, nuk ka, pafundësia është limiti. Varet prej teje se sa do të realizosh edhe se sa do të arrish. Jo më kot për ty, për muajin, mund ta përdorësh duke filluar nga janari deri në muajin dhjetor, sepse është guri që lidhet me energjinë tënde. Unë të rekomandoj lapis lazuli, që është një nga gurët që është përdorur që në antikitet, është përdorur nga Kleopatra shumë, prandaj ka marrë edhe emrin si guri i mbretëreshës, guri i Kleopatrës. Po të keni parasysh imazhet antike të Kleopatrës, ngjyra blu që përdorej tek sytë e saj si ngjyrues për sytë, është në fakt pluri i lapis lazulit. Ajo përdorte në stoli, përdorte në bizhuteri, kudo, sepse ndihmon tek pjesa e komunikimit, tek pjesa e artikulimit, të aftësia diplomatike për të bindur të tjerët për të bërë atë që ti do që ata të bëjnë, por lidhet edhe me aftësinë për të parë të ardhmen, për të mbrojtur nga energjitë negative, shërben si një hajmali e fuqishme, por edhe për të dhënë një vizion për të ardhmen, për të pasur aftësinë jo për të parashikuar në formën që themi parashikon me fallë, por për të pasur vizionin për të parë në të ardhmen, për të kuptuar në mënyrë me strategji se kush është varianti më i mirë ose rruga më e mirë ose taktika më e mirë për të ndjekur. Në çdo kohë, kryesisht për 2026, por në çdo kohë është mirë që ta mbash lapis lazuli, sepse është guri që lidhet me energjinë e peshores. Dhe mesazhi thotë qartë, sytë tu e shohin të vërtetën, merr një vendim racional dhe ndiq intuitën tënde. Kjo është shumë e vërtetë dhe është pikërisht energjia e lapis që të ndihmon që të shohësh realitetin për atë që është dhe të marrësh një vendim me intuit, por edhe me pjesën e logjikës të arsyes. Balancon të dy hemisferat e trurit, hemisferën e djathtë me hemisferën e majt. Nëse interesohesh për bizhuteri me lapis lazuli, varse, unaza, vath, byzylyk, mund të gjesh dhe mund t'i porosisësh direkt nga websajti im në www.goldentruthtarot.com. Aty ka opsione nga më të ndryshmet, stoli me lapis lazuli, por edhe shumë stoli me gur dhe kristale të një cilësie shumë të lartë, i porosit nga websajti dhe sigurisht t'i dërgojmë me post në shtëpinë tënde. Nëse ke interes dhe do të mësosh, ti lexosh vetë letrat tarot. Letrat që unë po përdor në këtë video janë tarot e para në shqip dhe letrat e orakullit të kristaleve. Të dyja pakot mund t'i porosisësh nga websajti im në amazon.com ose në etsy.com. Sigurisht pakot e letrave vinë me librat që të ndihmojnë të shpjegojnë se si mund t'i lexosh vetë letrat. Por nëse ke interes dhe do një lexim privat për ty në mënyrë specifike bazuar tek të dhënat e tua,
do të dish si do të shkoj viti 2026, do ke një pyetje specifike për dashurinë apo për punën, dhe ke interes, mund të rezervosh një lexim privat me mua sërish nga website-i im në www.goldentruetarot.com. Linkun e ke të listuar këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Të falenderoj shumë që më ndoqe, të uroj gjithë të mira dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Faleminderit, mirupafshim.